Grupi parlamentar I Partisë Demokratike ka depozituar në Kuvendin e Shqipërisë kërkesë zyrtare për ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar që do të shqyrtojë ligjshmërinë e veprimeve të zyrtarëve shqiptar në marrëdhënie me ish agjentin special të FBI-s Charles McGonigal. Në kërkesën, e cila mban firmën e të paktën 35 deputetëve të opozitës, theksohet se qëllimi I komisionit është verifikimi I thelluar institucional, identifikimi I përgjegjësive dhe vlerësimi I masave për të parandaluar ndërhyrje të dyshimta nga zyrtar të huaj në proceset vendimarrëse të shtetit shqiptar. Në fokusin e hetimit do të jenë marrëdhëniet e McGonigal me kryeministrin Edi Rama, si dhe me shtetasit Agron Neza dhe Dorian Duçka. Ndikimi I këtyre lidhjeve në hetimin penal ndaj një lobisti amerikan që bashkëpunonte me Partinë Demokratike, mundësia e shpërblimit të favorizimeve përmes dhënies së koncesioneve për fusha naftëmbajtëse, nëndyshime për favorizime dhe lidhje me kompani me interesa të dyshimta ndërkombëtare, kontaktet e pretenduara të McGonigal me zyrtar të tjerë shqiptar, përfshirë edhe kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj. Partia Demokratike thekson se faktet janë të shumta dhe të dokumentuara, përfshirë akt padin zyrtare të autoriteteve amerikane, dëshminë e vet McGonigal në gjykat, ku pranoi fajsim për marrjen e $225,000 nga Agron Neza, si dhe një sër takimesh me zyrtar të lartë shqiptar gjatë viteve 2017-2018. Opozita nënvizon se ngritja e këtij komisioni është një drejt kushtetuese e pakicës parlamentare dhe se Kuvendi është I detyruar të mundësoj funksionimin e tij në përputhje me kushtetutën dhe ligjet përkatëse. Kjo kërkesë vjen në vazhdën e rëndësisë ndërkombëtare që ka marrë çështja McGonigal, e cila është ndjekur gjërësisht në median amerikane dhe ato shqiptare, ndërkohë që ka prekur në mënyrë të drejtpërdrejtë edhe marrëdhëniet politike brenda vendit, duke ngritur pikpyetje serioze për integritetin e qeverisë dhe proceset vendimarrëse strategjike. Kuvendi pritet të shqyrtojë kërkesën në ditët në vijim.